Mos haro nga e nise, Blendi Fevziu rrëfehet si asnjëherë më parë tregon për jetën e tij. Gazetari Blendi Fevziu ka rrëfyer për jetën e tij në një intervistë. Ai theksoi se në jetë ka shumë raste që njeriu duhet t'i përballojë, duke qenë se jeta të përball me shumë sfida. Mes të tjerash, ai tha se njeriu nuk duhet harrojë se nga i ka filluar hapat e tij të parë. Në jetë ka raste që njeriu duhet t'i përballojë. Unë shumë herë kam qenë i shqetësuar, ka raste që nuk të ecën emisioni, projektet që ke bërë. Ka ngatresa, ky është një vend që ka intriga, thashë theme. Një nga testet që e kam çliruar veten time është që merja makinën, kaloja rreth e rrotull shtëpive të shokëve të gjimnazit, kaloja në për ato rrugë ku kisha përcjell ato dhe thosha cila ka qenë ëndra ime që kam pasur në gjimnaz dhe sa shumë e kam tejkaluar këtë ëndër, kështu që ri i qetë, ti duhet të kthesh kokën prapa për të parë nga je nisur, ka thënë ai.